Po, unë jam Gjevdet Gjoci, këtu për fshatit Kovrog, dëmtimet kanë qenë shumë të rona, pothuajse ka përfunduar çdo sen, nuk na ka pështu as i sen. Ka zgjat përmi gjysore, bresher me stuhi, me erë të fort, e kanë dëmtuar çdo sen. Kështu që jemi 100% dëmtuar në verën si vjetë. Kem pas edhe përpara pështeshim ka herë, dorë ndimete pështeshim si vjetë, absolut, a marr as misër, as grun, as perime pështu nuk kanë si vjetë. Absolutisht asë të një. Cilat perime i kultivoni? Po, specin, pjepnin, bastonin, pe perime vështë, janë edhe domate do të sene tjere, pa ato me sasi më të vogële, a pe krisht speci, bastoni edhe pjepni, këto e nësi këm pos, dykon ofër 2 hektarë bastoni këm pos, një gjysë hektari pjepna, përmi 1 hektari këm pos spec, edhe ato e në dëmtume totalisht. Zdi që ka erë të rrugë se patë atë specis është, edhe najlonin dëptuja ka se le më frytin, kështu që jemi të përsi vjetë, i kemi qu dur dhe vitin e arshëm, në mshirin e Zotit edhe veç ka muj mu mirë, me çka muj mu mirë tash. A keni dojnë shifrë se sa parafërsisht është dëmi shkaktuar? Pa shifra është, që shpëdu më thonë, unë du të me shpjegu shifrën në 2 mënyra, për shembull investimet që janë bo. Për 1 hektar shalqin që të hiq ma pak si 3.500 euro investim zdan. Jonë me pemë, jonë me perime, jonë për mi 4 hektarë si ka mënë. Logaret e dalin për mi 20.000 euro del veç investim. Kom prit, se akon në rendimenti shumë i larë, shumë i mirë akon. Veç kem pa fillu për shitjen e tina, kom logarit dikun 4-50.000 euro minimum i murë. S'jon ato mo. As investimet, as fitimis është mo. Premtimi i tina, do të shofim, do të bojmë, do të këshyrim që ka më bo, unë i thash tekstualisht ku erë tonë që të, se jem të ju anku të aj, e të folë, të shkru me ta, në WhatsAppin e tina që një mujë e gjysë. Se ne i kemi edhe do mëngjesat ministrisë të përpashme, për pos domeve. Thash ministrën e si arë vish me lakë gojen, edhe më na thonë se do të shofim, do të bojmë, s'ke pas nevoj më ardhish. Më ka shumë onër me lakë gojen, s'ke më sajde esh. Unë e pres për i ti e bile si vjetë. Se unë jem taksa pagusi që ti shteti, unë që të jetaj. Unë kam nevoj, bile si vjetë kam nevoj. Na, edhe mas një ujë më arë, ti kime në po të ashtu silë, se ka që se s'kemi që ka më mirë. Se është vonë, se është funi i korrikut. Së mund është i marrë në gjallë diqka. Se do të mas pori rasad më bojemi, mjellemi. Vjen vjeshtë, në vjeshtë kuj mjeshit. Gjithashtu prej komunës, a keni marrë ndonjë premtim sa i përket këtyre dëmëve? Harrova me cek se njëjtë mënyrë është, si prej komunës. As komunja jonë, bile po mjetë hatri pak, kur pisho dhe emisionin komunë e tjere, ju epin ka diqka kje jone, o dek për zgjallës, s'nimon kur gjë. As për i set vogël për një ari nuk nimon mo. Këto më edhe nëse shkon e bën pyetje, thuj që shtu më thajt që ky fermer. Si ja kom bo tekstualisht kur është në fushat zgjedhore për zgjedhjet komunale. Ja, nëse arë ti veç më lyp votën mu mere, veç posh zote më zdel për zyres, më pikën, heq më zdel. Para 7 vite e njëjtë e mënyrë ka ndodhë, ju jeni dikun i 7-8 televizion si e ceka, si jeni arë që të, e falënjes për juve. Para 7 vite gati në njëjtë mënyrë e kemi pas. Jemi konë edhe si përfaqe më të mëdha kompost mjellave. Pe tanë nave këtyne produkteve. Na i kanë qitë ka 1.800 euro, që ka konë marrë, për një speceku pak ma shumë, për një se është i vujtën për që të. Edhe ti në është e gëzën, që ka une e kom vujt, ti e gëzën së në qitë liri. Së përdu me cekë ma shumë. Presim, jemi metë, si thoi një fjallë, si thoi në vogël, si ka thonë ona, që metë me gishta në gojë jemi metë. Nuk, s'kem për si vjetë, s'kem ka që ka morim. S'kem. Ose se është vonë, është funi i gushtit, funi i korrikut. Na që tash e kem njësë me plasu në treg, kur? Vitën e arshëm i shollë do zotis, s'përsëritet e njëtja gjë.